Bashkia Vaudeos po vijon zbatimin e paketës së maleve, një nisëm që synon zhvillimin ekonomik të zonave malore përmes dhënies në pronësi të pronave për investime. Deri më tani, 26 aplikuesit e parë janë miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe aktualisht janë në pritje të përfundimit të procedurave për regjistrimin e pronës. Drejtoria juridike Marinela Deda bën me dije se po punohet për përgatitjen e dosjeve që do të kalojnë në fazën e dytë të procesit, ndërkohë që janë edhe 24 dosje të tjera gati për të hyrë në fazën e parë të shqyrtimit. Aktualisht kemi 26 përfitues të miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak, të cilët kanë avancuar me procedurat e tyre dhe është aplikuar për regjistrimin e pronës si posëdues faktik i kësaj prone pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit të Territorit, po i asistojmë në përgatitjen e dosjeve për të aplikuar për leje zhvillimore pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Bashkia Vaudeos po përgatit kalimin në fazën e dytë të përdoruesave faktik. Kemi gati edhe 24 dosje të tjera që presin miratimin në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Kjo erdhi edhe si rezultat i bashkëpunimit tepër ngushtë me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorinë Rajonale në Shkodër, të cilët brenda dhe jashtë orarit na kanë ndihmuar në plotësimin e dokumentacionit lidhur me gjendjen juridike të pronave. Aplikimet më të shumta janë të përqendruar në zhvillimin e agroturizmave dhe bujtinave. Pjesa më e madhe e të rinjve kanë synuar të aplikojnë tokat e të parëve të tyre. Është mundësia e parë që aty ne ju nepet me ndërtu diçka me dokumentacionin e duhur ligjor, prandaj është prit dhe shumë mirë. Ne po i asistojmë në promovimin e zonës nëpërmes edhe fejsave të ndryshme tradicionale që po zhvillohen në zonat malore. Disa prej aplikuesve shprehen se synojnë të investojnë në agroturizëm, duke e parë këtë paketë si një mundësi konkrete për të zhvilluar biznese të qëndrueshme në zonat malore. Krahas kësaj pakete, Bashkia Vaudeos po vijon edhe procesin e inventarizimit të kullave në territorin e saj. Aktualisht po mbyllen 74 certifikime të kullave, si dhe po kryejnë regjistrimet fillestare në zonën e Shllakut dhe Temalit, duke i hapur rrugë finalizimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të këtyre pronave. Bashkia Vaudeos rënditet ndër njësitë vendore me interesin më të lartë për paketën e maleve, ku vihet re pjesëmarrje e lartë e të rinjve që kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlindje përmes investimeve në turizëm dhe bujqësi.